Faleminderit për ftesën, Radio Kosova, në emisionin tuaj. Unë ndihem e privilegjuar që jam sonte me ju, sot me ju. Romu ky është do të thotë romani I parë i imi pas 4 përmbledhje librash me poezi. Ky është romani do të thotë i parë. Çka ju shtyri pas gjithë asaj krijimtarie poetike edhe atyre botimeve ta shkruani këtë roman? Po, ky roman ka qenë në mendjen time pothuajse gjatë gjithë kohës prej luftës së këndej. Mirë po ato përjetime, ato rrëfime sikur nuk zënin vend, as kon rrinin pezull në shpirtin tim, dhe doja që një ditë ti shkruaj dhe ti les si dëshmi, si fakte për gjeneratat e reja. Mirë po, unë njëherë fillova të shkruaj poezi, mirë po sot nesër dhe ja erdhi momenti dhe i përmbledha të gjitha ato emocionet, të gjitha ato ndjesi, të gjitha ato përjetime që i ka kap syri im dhe ndjenja ime dhe tani përfundimisht të botuar në librin apo romanin Liria në lotët e Gresës. Sa ka në brenda romanit nga jeta juaj personale? Mendoj gjitha janë ngjarje të vërteta, janë akte, janë rrëfime të vërteta. Aty zëri im personal është zëri i nënës shqiptare, është zëri i gruas shqiptare, i vajzave, i nusëve shqiptare. Unë e kam marrë si shembull veten time, mirë po me të kam dashur që zëri im tjetë zëri i femrës, i sakrificës, i dashurisë, i mbijetesës, i shpresës së gruas shqiptare. Ju keni emigruar në Kanada në vitin 1999. Thatë për romanin që ka ngjarje të vërteta. Ka të bëj me luftën? Sigurisht që ka të bëj me luftën, ka të bëj me se këtu ngjarje përfshihen që nga vitet e 90-ta deri në vitin 2000, do të thotë që kam arritur në Kanada, do të thotë gjitha ato janë etapë par etape, janë përjetime, se janë disa gjëra se nuk tek libri nuk është ajo, nuk shkruhet për luftën, do të thotë për dëshmorët që kanë, apo që luftetarët që kanë marrë pushkën dhe kanë dalë në front. Mirë po ajo lufta që ka qenë një luftë e heshtur, që shpesh herë nuk flitet për të, mirë po ka qenë shumë e vështirë ta përjetoj njeriu, edhe unë kam menduar që ato gjëra ti preku, ato gjëra ti shkruaj. Edhe mbeshin ajo lufta e heshtur që potencani. Shiqa ato vujtjet e femrës shqiptare që kanë qenë përballë do të thotë mungesës e institucioneve tona, për shembull nëpër spitalet tona kanë munguar mjekë shqiptar. Dhe ne jemi përballë me mjekë serb. Kanë munguar institucionet tona, universiteti, shkolla, dhe ne jemi përballë edhe me këto gjëra. Edhe këto janë ato sakrificat e femrës shqiptare. Unë jam nisur nga vetja ime, dhe aty që ceka dhe me herët është zëri im që dëshmon edhe flet për femrën shqiptare përballë luftës në Kosovë. Liria në lotët e Gresës. Çfarë do të thotë ky titull? Ka liri në lot? Shiqa, unë e përshëndes e përshëndes redaktorin e librit, doktor profesor Fatmir Terziu, që e mori me shumë kënaqësi dhe pranoj me shumë kënaqësi ta punoj librin tim me dashuri më të madhe.
Unë i dhash një titull tjetër, kishte të bëj me lirin, mirë po si pas meje. Mirë po, ai kur e lexoj romanin, tha Valbuna tani tha e kuptova ku ti ke dasht të vish me si ide, si qëllim. Tha edhe ky tha është ta titulli. Edhe në thonë drejten, asje e lexova, me njerë më mbëshësit me latë. Edhe thash me të vërtet kjo është titulli se ai që i përshtatet. Se liria në lotët e Gresës është, loti i Gresës është, do të thot, ajo shpresa, ajo ëndra e kahmotshme e jonë, liria. Edhe ajo është një lot i saj është një triumf në lirin, do më thonë, triumfi pas gjithë asaj që kemi kaluar dhe tani ajo nderdhet loti i saj, lindja saj, është liria në lotët e Gresës. Kështu e mendoj redaktori edhe më ka pëlqyer mjaft shumë, se edhe shumë njerëz më kanë pyet pse. Nuk kam dashur që ta zbuloj librin, ju kam thënë lexojeni se ja vlen që të lexohet. Pastaj se harrova më herët që ta cek, kisha dashur ta përshëndes gjithashtu edhe studiusen e kritikës letrare, zonjen Lynje Thaçi Halili, që ajo me syrin e saj kritik i ka veshtruar gjërat dhe i ka studiuar shumë bukur, që dhe ajo i dha një jehun e bukur të mirë dhe romanit, me vlerësimin e saj. Pastaj shtepin botuse ura me drejtor Gjim Karadakun, që e ka bën një punë të mrekullueshme me botimin e librit, dhe kështu do të thot me punën e tyre të mrekullueshme, pastaj edhe libri doli dhe shumë bukur, ma besuan punën time, i besuan penës time, i falenderoj shumë. Na fol pak për Gresën, kush është Gresa në roman? Apo edhe në jetën e përditshme, me qenë se ngjarja është Unë shumë nuk kisha dashur të flas për ngjarjen e romanit, mirë po Gresa është vajza ime. Vajza ime që ka lindur në Kanada. Do me thënë, vajza jote personazhi kryesor i romanit. Jo, nuk është personazhi kryesor i romanit, ashtu e mori titullin, mirë po në qendër të vëmendjes të librit ka filluar, ka qenë nëna ime dhe dashuria e saj, dashuria e nënës shqiptare, dashuria ndaj fëmijëve për të rritur, për t'i edukuar, për t'i edukuar me frymën e atë dhe dashurisë, me frymën e që ta kemi lirin një ditë të arsimimit, të arsimimit, dhe një ditë të luftojmë për ëndrrën tonë. Po, normal që nuk do të shpalosen të gjitha në roman, por pak subjektin, do ta tregosh për dëgjuesit pak për subjektin e romanit. A ka dhe personazhe të tjera? Ka personazhe të tjera, ka shumë personazhe, mirë po si qëllim ka qenë libri nëna ime në fillim. Mirë po pastaj duke e shkruar, mendova se duhet të hedhi edhe disa gjëra tjera në libër dhe ashtu e pasurova edhe romanin. Ka personazhe familjare, ka personazhe tjera, ka gjithçka është rrëfimi i një jete, si e kam pa unë. Dhe a ishte vështirë që ti rikthehesh atyre kujtimeve të kaluarës? Po, është e vështirë se e kthehesh në kokë edhe shpesh herë edhe mbushesh me latë, se do të thotë jam kthyer në ato detajet me të vogla, me prekse që kanë qenë, se unë ashtu i kam ndje, edhe ashtu kam dashur edhe t'i rrethej si kam ndje unë, se mendoj se gjeneratat e reja, edhe ata që kanë lind gjatë luftës, ata që kanë qenë të vegjël, 4-5 vjeçar, ata vetëm pak ndoshta e kujtojnë atë jetë. Mirë po, ata që kanë lind gjatë luftës, edhe pas luftës, edhe tani që lindin,
po t'ja përmendim luftën dhe sakrificat tona, atyre ju duket si në filma apo diçka tjetër. Mirë po, në qoftë se mendova në qoftë se vetëm kështu i tregoj i rrethej me anëtar të familjes, me shoqërinë, nuk ja vlen. Mendova që këto dohet shkruhen diku dhe të mbesin për gjeneratat e reja që vinë pas dhe ta kuptojnë çmimin e lirisë, se ata rriten liri. Zonja Valbona, jo keni studiuar fizik dhe kimi në Universitetin e Prishtinës para se të emigroni në Kanada. Letërsia dhe shkenca janë dy të ndryshme. Kur e keni vrejt veten që keni shpirt poetik? Unë kur e kam përfundu shkollën e mesme, me mira kam qenë në gjuhë dhe letërsi dhe e kam dashur Remallin dhe mendova të shkoj në gjuhë dhe letërsi, mirë po në atë kohë punësimi ishte shumë i vështirë. Ne donim që të kishim një rrugë, të ishim pavarëne, të kishim diçka afër vetes dhe po bëhet sot gjithmonë, po bëhet mirë sot apo nesër gjithmonë rrimi me atë shpresën se do të rregullohen gjërat. Mirë po, gjithmonë këto lante e shkencave natyrore kanë qenë me të avancuara me shpejt ke mund të gjesh punë edhe për ata edhe mora fizik kimi që të gjej punë në shpejt dhe të kemi edhe në tarlat e mia personale dhe të jemi pavarur edhe për ata shkova jo pse e doja shumë mirë, po kur fillova e pash se edhe lanë shkencore me pëlqenin shumë edhe pastaj ende pa e përfunduar do të thotë shkollën e lartë mbeti një provim edhe fillova të punoj. Me njëherë fillova të punoj se kishin mungesë edhe gjatë 2 viteve punova, mirë po me librin, kam vazhduar të lexoj gjithmonë të lexoj dhe fillova dhe të shkruaj pas luftës kam filluar që të shkruaj poezi, mirë po e shkruaja një poezi her pas here. Edhe ato i shkruaja me laps edhe mbeten në një fletore dikun afër 100 poezi unë boshen edhe dikur hajtë ta publikoj një poezi vetëm se pashe njerëzit i publikonin. Atëherë fillova të kem Facebook se një kohë nuk kishte Facebook edhe pashe njerëzit e pëlqyen, pastaj edhe një, pastaj një poete e Shqipërisë Anita Hoxha, ajo më thot Valbona, po mi dërgo ato poezi tua, të lutem disa edhe i marrën e i fotografoj edhe ashtu si kisha shkruar me laps thjesht edhe ja dërgoj, a sa i pëlqyen shumë Valbona, këtu do të botohen Valbona, publikoj, nuk ban të mbesin në fletore. Edhe pastaj fillova të publikoj te Facebook, pastaj një profesori jem që e përshëndes shumë Bedri Tahiri, ai më thot Valbona tu do të botohen, mos i le ashtu. Dhe fillova me librin e parë, Heshtja që vet, e pastaj ishte Dreniza e lirisë, pastaj Dua t'i puth dashurit dhe libri i katërt ka qenë vitin e kaluar Vargjet e përdjelta. Titull shumë i bukur dhe ky Vargjet e përdjelta. Ka dalë një libër shumë i mirë po romani mendoj që pati pak më jehull, pak në të madhe, se edhe shumica e pëlqejnë shumë romanin. Ndoshta edhe për shkak se është i bazuar në ngjarje të vërtetë. Ndoshta edhe ajo nuk e di, mirë po ka pas kërkesa që nga publikimi i parë që kanë publikuar që do të botohet romani Liria në lotët e Gresës, ka pas kërkesa për romanin ku ta gjej ma lë një roman për mua të lutem dua ta lexoj edhe ndihem e plotësuar, ndihem e kënaqur. Shpresoj që në këtë roman secili që e lexon ta gjej veten të paktën në një faqe, në një ngjarje, edhe besoj që shumica do ta gjejnë veten tek romani kur e lexoj ajo zonja lumie faqi, Halili, tha Valbona, mendova tha se isha aty, mendova tha se isha unë, tha e kam përjetu, kam gjej, edhe qëllimi im ka qenë ky. Përjetimet e shqiptarëve, nënave shqiptare janë pothuajse të njëjta të secili.
në ato vite e kam fjallën. Të gjithë kanë hjequr për diçka, Po, si që i përmendjen ballafaqur me mjekësin, me policin, me gjeta, por në variantet të ndryshme, por se cili e kemi në pasur. variante të ndryshme se ne kemi dëgju për shembull që një nën ka linë maleve, e ka linë të fëmijë maleve në qillin e hapur. Një nan, për shembull, se këtu nuk, që i përmend nuk janë libra, unë kam dëgju që se më ka duk shumë e vështirë me shkrua dhe këta, unë kam dëgju se para një nëne, tanket ja kanë shkel, do me thënë kanë ecë me tank mbi një fëmijë, edhe nëna e ka pa, edhe nënën pastaj nuk e kanë vrarë, apo e kanë lënë ashtu, ajo është vrasja më tragjike që mundet mi u bo mi nane, me pas fëmijën e tij, që ecë tankja për mi, edhe ajo ka qenë një dhunë psikologjike e popullit tonë. Ka raste të tilla që se s'muja s'mi përmen se mbushe sik me letë edhe se ta shone në jam vetë edhe e kuptaj edhe unë e kam dash që këto gjana ti shkruaj, këto gjana ti hedh në letër edhe ta kuptojnë gjeneratat e reja se populli shqiptar ka bujt shumë derisa e kemi fitu lirin. Kjo ka qenë e andër e ju me shikuj, me radhë, edhe kemi luftu, kemi humb shumë gjak, kemi humb shumë njerëz, kemi humb shumë fëmijë, kemi femra të dhunuara, edhe mendoj që çdo pikë gjaku i dëshmorëve është një dritë, një ëll, një diell në rrugët tona që sot ne frymojmë. A mendoni edhe ta përktheni në gjuhën angleze këtë roman? Që mos të mbetet vetëm tek lexuesi shqiptar. Ajo është dëshira e imja, dhe të thota aty është ajo në quftë se dikush me këshillon që ja vlen që të përkthehet, sigurisht që ajo është dëshira e imja. Edhe aty të tjetë suksesi jem, se tani ne nuk duhet të mbesim vetëm shkrimtar apo poet, vetëm ti botojmë vetëm këtu në Kosovë, po suksesi jonë është qoftë se arrim të përkthehem dhe të lexohen edhe në botën e jashtme, në Evropë apo në kontinente tjera, për shembull në Amerikë apo dikun tjetër, pse jo? Të flasim edhe pak për poezinë në përgjithësi, po poezia, çfarë tematikash kanë poezitë tuaja? Poezia ime, poezinë e dashurisë e kam kështë shumë për qefi, e shkruaj shumë shpejt, frymëzohem shpejt. Mirë po shkruaj poezi patriotike, atë dhe dashurie, shkruaj për familjar, për vendlindjen, malli për vendlindjen. Janë poezi në përgjithësi për jetën sociale, për problemet sociale që na rrethojnë, për problemet në vendin tonë, mirë po edhe atje që ka na mundon, edhe mundohem atë që ka e ndjej, që ka me ngacmon, në zemër, në shpirt, ta hedh në letër. Jeni mërgjimtare dhe jeni shumë larg nga Kosova. Sa ju frymëzon mërgimi për të shkruar? Mendoj që me frymëzon shumë, se unë atje gjërat isha ndryshe. Ndoshta që tani u bën 27 vite që jam atje, edhe ata nuk kam pas luftë, është shtet i zhvilluar, është shtet demokrat, është nuk e kemi pas shumë të vështirë të integrohemi atje. Edhe gjërat si ecin, respekti si bëhet ndaj infansit, ndaj fëmijët, gjërat shkojnë me rregull, mirë po tek ne kemi qenë në luftë, i kemi qenë të shkatruar, nuk mund të krahasohemi me vendet e zhvilluara, mirë po ajo më mundon shpesh, kemi pas mundësi të ecim pak më shpejt, po kemi pas mundësi, edhe mirë po, edhe ka qenë gjithë i djegon, kur të ndalem edhe të mendojnë prap se prap ka ecë Kosova, por a ka mund me qenë më mirë, po. Edhe ato ngecjet,
politike, ato ngecë tjera, ato sikur mbrojnë, pengojnë dhe aty edhe shperthej shpesh herë dhe shkruaj. Cili do t'jetë projekti juaj i radhës pas romanit Liria në lotët e Gresës? Unë kam poezi që të shkruara, edhe vjersha për fëmijë, tregime për fëmijë, kam poezi të mia që janë pothuajse gati për një libër, mirë po vetëm i kam shkruar, i kam lënë atë, lexoj. Mendoj të lexoj të shkruaj dhe mas andej e shohin. Nuk e di çka nuk kam ndërmend diçka kështu që e kam fiksuar në mendje. Mirë po, në qoftë se vazhdoj të shkruaj, ndoshta do t'jetë diçka e radhës. Të urojmë vetëm suksese dhe faleminderit shumë që ishit sot me dëgjuesit e Radio Kosovës. Ju falenderoj juve që me bët pjesë e programit tuaj, isha dhe ndjehem e privilegjuar që jam sot me ju, dhe ju uroj suksese dhe punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit shumë.